bilancin Prishtinë do ta diktojnë mos madhe. Me një fitore në Prishtinë ai do të tentoj ta mirëmbaj këtë konjunkturë. Me një pasojë, me një humbje në Prishtinë, ai mund ta kërkoj shpëtimin duke u streuar në krah të Albin Kurtit. Do të përkohësisht, por jo që të shndrohet në alternativë politike, jo që të ketë ardhme afat gjatë politike. Po te PDK e Memli Krasniqit, fitora ndrenas në bastione PDK-s duket që ka goditur fort në zemër udhëheqjen e kësaj partie. Po PDK-ja tash rrit ndodhet ndërmjet pas balotazhit, shihni llogaridhënien vendosur nga strukturat PDK-s për udhëheqjen e kësaj partie. Tash ka disa zëra që po dalin në publik. Në Partinë Demokratike të Kosovës, disa eksponent tradicional të këtij subjekti politik si Najt Hasani, Xhavet Aliti e tjerë, nuk di sa është masa e tyre, kanë kërkuar dorëheqje të liderit të PDK-s dhe pashtu llogaridhënie për atë gabim politik që e kanë bërë. Po dhe në të njëjtën kohë tash në PDK rrit ka shpërthyer një debat, besoj që në mos madhe kjo do ta kristalizojë të ardhmen e këtij subjekti politik. Prej momentit kur, edhe paraprakisht, por prej momentit kur Ramiz Ladrovci fitoi zgjedhjet, ai po insiston që është antari Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkohë kryesia e këtij subjekti politik po insiston që ai tashmë ka kriju shtëpinë e tij politike dhe nuk ka vend në këtë subjekt politik. Do të janë këto dy qasje, do të thotë. Ladrovci që jam PDK dhe Memli me kompaninë e tij që i thonë jo, tashmë ti je divorcuar me shtëpinë tradicionale politike. Madje arsyet jo e ke qenë edhe në aleancë, këto janë çesharake, sepse me çdo të ishte ky kriter, do të thotë atëre pse me çfarë standarde qeverisë zoti Krasniqi. Me çfarë, po në kryesi e kanë njeriu i cili ka qenë shprehet, domethënë me një lloj entuziazmi kur ndëgjon Agim Bahtirin duke propozuar fabrikë purdhave. Ta kanë sot në kryesi, e kanë këtë shokun e tyre, këtë Bernard Mikajn. Sa i ka qenë në AKR. Pse Ramiz Ladrovci qenë ka pengesë që ka qenë në aleancë për ardhmërinë e Kosovës, e nuk qenë ka pengesë Bernard Mikaj që duar troket Agim Bahtirit kur jep propozime fantome. Bjen poshtë ky. Edhe ky pretendimi i tyre që e kanë pasur kundër Ramiz Ladrovci. A kërsnot me Krasniqi nga për ta përfunduar edhe emra të rëndësishëm, pashtu që disa herë i fitojnë komuna pa balotazh si Agim Aliu, kanë deklaruar që Ramiz Ladrovci është një aset i rëndësishëm i Partisë Demokratike. Më shumë pesh fjala Agim Aliut apo kjo është dilema me cilën do të përballet PDK-ja. A janë më të rëndësishëm ata që fitojnë në aspektin elektoral, që e mirëmbajnë makinën e Partisë Demokratike të Kosovës, apo një kryesi e cila është ilegale, se kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës është ilegale aktualisht. Ngase që 6 vjet nuk janë mbajtur zgjedhjet e mbrëmshme. Kjo është një kryesi e cila është emëruar nga Memli Krasniqi, që pashtu i ka marrë vota si kryetar nga disa struktura të cilat nuk kanë legjitimitet dhe legalitet për ta votuar. Në nivel degësh. Ka degë që 7 vjet nuk kanë mbajtur zgjedhjet më. Në kundërshtim, kryetari ilegal po qumë. Po kryetari ilegal është, absolutisht kryetari ilegal. A diçush është sikur Albin Kurti me qeverisë Kosovën edhe 4 vjet me mandat të kuvendit ai mbas edhe mund ta bëj kështu me këtë opozitë çfarë e ka. Mënyra çysh Memli Krasniqi është kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës është e njëjtë sikur Albin Kurti që po ta qeveriste Kosovën edhe 4 vjet me mandatin e kuvendit kaluar. Pse pse nuk ka nevojë të jesh jurist për disa çështje logjike, pse figuron në statut që duhet marrë 4 vjet zgjedhje? Pse duhet të ekzistojë kjo normë? Atëherë të suspendohet kjo normë, le të mirë ata e kryesisë. Është nga shkarkimi Memli Krasniqi apo nga një kuvend shpejt që këshilli drejtues mund ta ftoi. Jo, ky subjekt politik detyrë ka që t'i hap zgjedhjet në të gjitha hallkat e saj, që dalin struktura legale dhe legjitime. Dhe ato struktura legale dhe legjitime le ta zgjedhin më pastaj liderin e Partisë Demokratike të Kosovës. Si përfundim për zotin Krasniqi, kryetarin e PDK-s? Si përfundim, ai sot administron një parti, ka marrë vendime që janë jo legale. Zgjedhjet. Dëgjoj si menaxher, po zgjedhjet për shkak të figurave tradicionale që i ka PDK-ja ka pasur sukses në disa komuna. Zgjedhjet në Mitrovici ka fituar Arjan Tahiri me Betri Hamzën. Ne e pam, edhe në Trenas do t'i fiton të PDK-ja zgjedhjet sikur të mos ishte përjashtu Lomir Ramiz Ladrovci. Në Skenderaj i ka fituar Samir Shtaku zgjedhjet, nuk i ka fituar Memli Krasniqi.
Nëse sheti i gjithë kuadri, Vendimet e mia po nuk janë vendime i gjithë kuadri, i cili është i trashëguar në Partinë Demokratike të Kosovës, ka pasur sukses elektoral. Ndërkohë, merri dhe analizoj, emrova unë po thot. po kret ata që janë të emëruar nga kjo kryesi kanë mësuar fiasko elektorale. E kemi përmend rastin e Rahovecit, e kemi përmend rastin e Drenasit, e kemi përmend rastin e Drenasit, dhe të nominuarit e kësaj kryesie kanë mësuar fiasko elektorale. Dështuan. KQZ e thot ashtu. Dhënat e KQZ-s, jo, nuk e thot. Dhënat e KQZ-s kanë tregu dhe kemi dështim të jashtëzakonshëm me të emëruar nga kuadri i që është emëruar nga kjo strukturë e Partisë Demokratike të Kosovës. Drenas, që ishte një bastion, Drenasi, kur askush mas në Kosovë nuk ishte me Partinë Demokratike të Kosovës, Drenasi dhe Skenderaj ishtin komunat më besnike të saj. Nominalisht, Partia Demokratike e Kosovës sot e ka humbë gjysën e Drenicës. Nominalisht. Në KQZ që po i referohemi, në KQZ sot PDK-ja e qeverisë vetëm Skenderajn dhe më me pak vota se sa Ramiz Vazlovsi që ka marrë në Drenas. Kjo është një gabim i jashtëzakonshëm politik, ndërthana unë e kam thënë edhe atë ditë. Termete politike po pritin si në PDK, si në LDK. E kam thënë edhe atë ditë posa përfunduan zgjedhjet, konferenca e parë që do duhet ta jepte Memri Krasniqi do të ishte që marr përgjegjësi politike, kam menduar që po bëj mirë, por kam gabuar dhe i kërkoj falje fillimisht elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ekskluzivisht më pastaj elektoratit të Drenasit për këtë çështje që kemi menduar që vetëm llogoja e PDK-s fiton në Drenas, por nuk e pas kemi kuptuar që elektorati i Partisë Demokratike në Drenas duron shumë çka, po jo imponimin.